këto gjëra rastet kur fillojnë të hapen dhe çështja kalon tek prokurori i çështjes, janë raste të veçanta për këtë mënyrë që e ka mbyllur prokurori lëndën, sepse edhe në rast se ka pasur si ide të mbyllur kjo lëndë, prokurori ka pasur mundësi bile të paktën ta nxjerrë veten, ta mbuloj dhe na thirr si palë. Bile në atë kuptimin pse se ka thirrur avokatin e popullit dhe pse fitore Pacolli nuk ka dhënë deklaratë, sepse në momentin kur do ta jepje fitore Pacolli deklaratë dhe asistenti i tij me ligj, edhe unë duhet të ftona si avokat i palës së dëmtuar. Pra është edhe një shkelje tjetër, sepse prokurori ka pasur arsye ta mbyll lëndën, pa u thirrur unë dhe pa e parë unë lëndën në detaj, sepse edhe pse jemi në fazën time në momentin kur dëgjohen palët e pandehura, prokurori ka për obligim ligjor ta thret edhe avokatin e palës së dëmtuar. Pra, disi kjo është bishtrim i ligjit, shmangje me drejtësinë dhe me qëllim mos të kompromiton figurat e forta të politikës këtu si ministresha Fitore Pacolli. Atëherë prokurori ka pasur arsye ta mbyllë çështjen duke e shkelur ligjin dhe duke bërë provat irrelevante për çështjen si kjo e cila ka ndodhur në një lokal në qendër të Prishtinës. Pra kjo është brengosëse se pse prokurori ta trajtoi këtë çështje dhe pse ta mbyllën në këtë mënyrë kur para vetes kemi provat, fakte, dëshmit dhe prokurori është dashur të na afrojë gjithë palëve dhe të krijojë të nxjerrë një ekspert të lëviz përkatëse, të ekspert të sigurisë dhe të vlerësojnë videon dhe formën se si ka punat e sumit. E jo tani të pushohen hetimet, e ndërsa në këtë rast kemi një lloj shkeljes procedurale, ndërsa Fitore Pacolli prap del më e fortë dhe është mbi ligj. Kjo është brengosë për neve sepse për qytetarin nuk ka ligj, ndërsa për të fortën ka ligj. Po, dhe zotëri Gjini, nëse flasim për këtë, pra në videoingjizimet po mendoj nuk vërtetohet që ka kontakt fizik. Si e kundërshtoni ju këtë, apo si i dilni ju kundër këtyre konkluzioneve?